Vetëm 16 vjeçar, por ka arritur të krijojë robot, dron e transformator të ndryshëm. E të gjitha këto vetëm nga materiale të reciklueshme. Është ky gëzim Morina nga komuna e Kamenicës. Me ndërtimin e robotëve, droneve, transformatorëve të ndryshëm ka filluar 3 vite më parë. Ai për Kosova Press bëret e ditur se të gjitha këto i bën me letër, pasi që nuk ka mjete të mira me të cilat mund të punoj. Kam fillu para 3 vitesh, dykun me sene shumë thjeshta, por unë kam inspiru shumë senet edhe kom vazhdu matutje me kriju inovacione të reja. Me letër ma shumë, se është ma letë mi prej për shkak se nuk kam mjete shumë të mira, se u konë ma mirë edhe me bo me hekër ose me dru që me dalë punimi ma i mirë. Për ndërtimin e një roboti, gëzimit i janë dashur vetëm 3 ditë pune, ndërsa pjesët për ndërtimin e robotëve i merren nëpër deponi. Ky është një robot Sparky, e kom bo ketë me letër. Këtu e ka ketë elektromotorin që bën në lëvizje këta dhomëzor këtu. Do më thonë është ketë i punu me letër. Këtu poshtë e ka këtë plakën, ndryshe mujna mi thonë edhe truni robotit. Që me këtë telekomandë unë e kontrolloj robotin me hecë para dhe mbrapa. Edhe ky është një robot, e kom bo me hecë edhe me një dorë, për me mujt me kapë sene. Ky robot i ka 6 elektromotora të reduktum, për shkak se motorat e reduktum sillen ngadalë dhe kanë fuqi ma shumë. Të gjitha këto gëzimi i bën për qejf të tij, e jo që i ka pasur obligim për shkollë. Ai vitin e kaluar ka marrë pjesë në Panairin në Kamenicë, që është mbajtur për të prezantuar prodhimet vendore. Pi komunës Kamenicës hala s'ku marrë ndaj ndihmë. Nxënësi Gëzim Morina të gjitha aktivitetet e tij i ushtron në një dhomë shumë të vogël, e cila me zë të gjitha krijimet e tij. Elektromotorin pi radio.